Bashkia e Vlorës, masa në kuadër të sezonit turistik. Në një njoftim të saj, Bashkia e Vlorës bën me dije për qytetarët, bizneset dhe subjektet të ndërtimit se në kuadër të garantimit të mbarvajtjes së sezonit turistik veror 2026 do zbatohen masa të veçanta për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda dhe disiplinimin e aktiviteteve të ndërtimit. Periudha e zbatimit do të jetë nga 5 qershori deri në 15 shtator 2026. Sipas njoftimit të Bashkisë së Vlorës, do të pezullohen përkohësisht punimet e ndërtimit në zonat urbane dhe turistike të Bashkisë Vlorë, përfshirë qytetin, Lungomaren, Skelën, ujin e ftohtë, plazhin e vjetër, Radhimën, Orikumin, Jënufrën, Nartën, Zvërnecin dhe akset kryesore turistike. Përjashtim do të bëjnë vetëm punimet infrastrukturore dhe shërbimet publike të autorizuara nga Bashkia e Vlorës. Do të ndalohet qarkullimi i mjeteve të rënda mbi 3.5 ton. Të premten duke nisur nga ora 15 deri në orën 24, ndërsa të shtunave dhe të dielave gjatë gjithë ditës. Do të ndalohet kryerja ngarkim-shkarkimit nga mjetet e transportit të mallrave nga 1.5 deri në 3.5 ton, nga hënën të premte prej orës 6:11 dhe 15:24, ndërsa të shtunën dhe të dielën nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 24. Bashkia e Vlorës bën me dije se do të ndalohet dhe parkimi i mjeteve mbi 3.5 ton, por dhe i kamperave në rrugët kryesore të qytetit, duke përfshirë kryesisht Lungomaren dhe bulevardin Ismail Qemalit. Këto masa synojnë përmirësimin e qarkullimit rrugor, garantimin e sigurisë publike dhe ofrimin e një eksperiencë sa më cilësore për qytetarët dhe vizitorët gjatë sezonit turistik 2026 në qytetin e Vlorës.